Maqedonia e Veriut është në fund të listës sa i përket sundimit të ligjit dhe gatishmërisë së përmirësimit të aspektit të tij. Kështu vlerëson drejtori i Institutit për Demokraci, Societas Civilis, Marko Troshanovski. Sipas tij, politika nuk angazhohet as për ecje para, por as për hapa mbrapa. Sipas hartimit fillestar që i bëm, ne jemi në fund të listës sa i përket asaj se sa ne jemi të gatshëm ti përmirësojmë aspektet e sundimit të ligjit, por ndërkohë nuk ka edhe shtypje të mjaftueshme nga elita politike që të përkatësohet. Në krye të listës qëndron Suedia, që është vend më i qëndrueshëm, ndërsa në të njëjtën kohë nuk ekziston shtypje minimale nga partitë që shteti të bëjë një hap prapa në kuptimin e partive radikale që do të diskutonin për lëshimin e BE-s. Instituti për Demokraci mes tjera shqyrtoi edhe faktorët kryesorë që kontribojnë në qëndrueshmërinë e sundimit të ligjit në vendet kandidate të BE-s dhe ndikimin e procesit të antarësimit në BE. Çdo formë sundimit të ligjit është kufizuar me rregulla dhe standarde të cilat janë vendosur në vlera demokratike. Pra pavarësisht se kush është në pushtet, nëse kemi gjykatë të pavarur, administratë profesionale, ekonomi konkurrente ku do të tregtohet lirshëm dhe nuk do të favorizohen kompaninë nga tender publik të afërt me qeverinë. Pra, nëse kemi sistem meritor, përpunësime dhe shkolla e të tjera, e gjithë kjo bën rezistencë të luftrave hibride që jemi të ekspozuar. Në takimin e Institutit për Demokraci në bashkëpunim me Institutin për Politikë Europiane nga Berlini, kishte edhe ekspertë akademisë, shoqërisë civile dhe institucionet politike, gjithashtu diskutua dhe fakti se si mund të vlerësohet, mbështetet dhe mbahet qëndrueshmëria e sundimit të ligjit në mjedise politikisht dinamike.